Gjakova këtë vit është zgjedhur si kryeqyteti i frankofonisë, duke pritur aktivitete të shumta kulturore në kuadër të edicionit të 25 të javës së frankofonisë. Në Pallatin e Kulturës u mbajtën disa nga aktivitetet kryesore të kësaj mbrëmje, ku të pranishmit patën mundësi të njihen më nga afër me diversitetin e kulturës frankofone. Në hapjen e kësaj ngjarje mori pjesë edhe ambasadori i Francës në Kosovë, i cili theksoi se ura që lidh Miq dhe Gjakovën nuk është vetëm kulturore, është nder dhe kënaqësi të jam këtu mes jush. The bridge that connects France and Gjakov is Ura që lidh Miq dhe Gjakovën nuk është vetëm kulturore, është një lidhje vëllazërore siç është krijuar dhe e mishëruar nga binjakëzimi midis Gjakovës dhe një qyteti tjetër të vogël të Francës, ku vdiq poeti juaj i mrekullueshëm Ali Podrimja dhe kaloi ca kohë përpara se të vdiste, dhe këto lidhje simbolizojnë miqësinë mes dy vendeve tona dhe veçanërisht me Gjakovën. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, i cili tha se tashmë Kosova me Francën njihen për një lidhje të fortë dhe një bashkëpunimi të mirëfillt ndër vite, e cila do të jetë një javë gjatë me një sëri aktivitetesh dhe jo vetëm. Gjatë kësaj jave do të ketë aktivitete kulturore, shfaqje kinematografike, do të kemi bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës, me gjitha institucionet tona të kulturës, me shkollat. Po shpresojmë që kjo javë frankofonisë shfrytëzohet prej secilit prej nesh, që ti thellojmë lidhjet tona kulturore, të provojmë që krijojmë hapësirë për bashkëpunim edhe më të madh në ekonomi, në jetën e përditshme, kulturën, në mënyrën se si ne i qasemi një tjetrit, për shkak se synimi i Kosovës, synimi ynë, fundi fundit është drejtimi i Unionit Evropian i vlerave të cilat ne i ndajmë bashkë. Java frankofonisë do të vazhdojë me aktivitete të tjera deri më 28 mars, duke përfshirë edhe evente në qytete të tjera të Kosovës.